Shqipëria voton nesër në 11 maj, kurse sot sipas kodit zgjedhor është heshtje zgjedhore. Sot në Lushnjë, pas një muaji me shumë aktivitete elektorale, situata është e qetë, si një fundjavë e zakonshme pranvere, me fëmijët dhe të moshuarit që luajnë në park dhe njerëzit që vazhdojnë aktivitetet e tyre të përditshme. Por pavarësisht heshtjes elektorale nga subjektet politike, votimi ditës së nesërme është tema kryesore e bisedave të qytetarëve lushnjar. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste mbyllën fushatën mbrëmjen e të premtes me mitingjet e tyre të fundit, socialistët te Parku Olimpik dhe demokratët te Bulevardi i Ri. Mbrëmudhan edhe mesazhet e fundit politike votuesve. Edi Rama me kartën e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kurse Sali Berisha me programin ku premtohen rritja e pagave dhe pensioneve. Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë në nenin 77 përcakton qartë periudhën e heshtjes zgjedhore dhe kufizimet që lidhen me të. Sipas këtij neni, dita para datës së zgjedhjeve dhe dita e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit formojnë periudhën e heshtjes zgjedhore. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo aktivitet fushate zgjedhore, përfshirë zhvillimin e mitingjeve, aktivitete të tjera zgjedhore dhe shpërndarjen e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. Në zgjedhjet e 11 maj 2025, të drejtën e votës e kanë 3.713.761 shtetas shqiptar, nga të cilët 114.642 votojnë për herë të parë.